Mirë mbrëma të gjithëve të nderuar miq. Gati tush. Edhe nëse ti nuk e fiton kazermën, nuk është se do ishte fundi i botës. Atlant. Po merr pjesë në ky filmi? Po. Çfarë roli luan? Je çuni mirë apo çuni keq? Çuni mirë. Po çfarë bën ky çuni mirë? Çfarë roli luan? Roli Djali kujt? Në film. në film Fralbës dhe Iglit. Çfarë bën ky djali? I shqetëson ata apo? Ja, nuk i shqetësoj. I bën vetë detyrat? Nuk ka bërë detyra. S'ka filluar detyrat akoma. Po mirë, ty të pëlqejnë makinat aty? Qa? Të pëlqejnë makinat? Po. Dhe luan me makina në film? Me biciklet me Iglit. Dhe çfarë bën me të bicikletën? Po, ja bëjmë xhiro. Çfarë të pëlqeu nga filmi? Të më pëlqeu kur bëja këto prova të kënaqesa kur i bëja. Po kënaqesa. Sa herë bëhesh këtë provë? Po, nuk shumë herë. Disa herë. Po disa. Për shembull, një fjalë që thoshe ti në film, sa herë thoshe? Po disa herë. Di ndonjë batut nga ato të filmit? Nuk bëj. Nuk mban mend asnjë. Po, cili aktor të ka pëlqyer më shumë? Fralba. Po pse? Pëlqen. Po tjetër? Po regjizori? Ishte i egër ai? Jo, nuk ishte. Ishte i mirë? Çfarë do të thuash tyre që ke marrë pjesë në film? Tyre bashkëpunëtorëve? Çfarë do të thuash? Suksese? Nuk e di. Sukses atëherë? Faleminderit që keni ardhur. Do të takojmë brenda në kinema. Rregull? Në rregull.